Se Aleancë ne jemi pro konstituimit kuvendit. Ne jemi pro zgjedhjes së presidentit. Ne do t'i ofrojmë 7 vota tona në këmbim jo të pjesëmarrjes qeveri e as të një pozicioni tjetër, vetëse të miratimit të 6 pikave. Këto 6 pika kur nuk janë diskutu. Letrat që na kanë dërguar parti politike kanë qenë tentim me na fut në diskursin e tij politik për benefitet e tija politike dhe publike, po që s'kemi pranu. Na e kemi një kërkesë thjesht, vepro, deklaro për 6 pika tona. Ende nuk ka pas asnjë deklarim zyrtar. Ka zoti Kurti përveç votave të veta, partnerëve të vet. I ka edhe votat e Aleancës për me zgjedh presidentin. Po nuk po don me zgjedh presidentin, shkak se ai don logjikën e tij që na lodhmi, po nuk e kemi plan me u lodh, se kemi besim. Logjikën e tij se ne gjenizohemi, po nuk e kemi plan me u gjenizu. Në logjikën e tij që ai duke marrë kohë na vendos para një akti të presionit për zgjedhje në 27 dhjetor, kur ai po mendon që do të fiton. 27 dhjetori do të jetë humbja e tij më e madhe në herë që e ka pas. Ju falenderoj.